Të nderuar shikues të televizionit Syri, përshëndetje për të gjithë bashkëkombëtasit tanë, mirë se vini në emisionin bashkë me Sali Sifën. Emisionin do ta filloj me një tregim për ta nderuar dhe respektuar një burr të madh të kombit me titullin që e kemi emëruar Greva e vdekjes së Hysén Gegës, rruga deri tek pragu I amanetit. Ishte viti 1987, nëntori I rënd, ajri I qelive ishte helmus me aromën e betonit lagsht. Hyséni ishte I dobësuar, I lodhur, mezi ngritej në këmbë. Por sytë e tij ishin të njëjtë, të fortë, të pastër e të kthjellët, ishte pak I menduar, por fryma e tij nuk thyhej. Një mbrëmje, në heshtjen e natës, ai pa prit tha: "Burra, po e lajmëroj grevën e 7. Dhoma o dridh, mbretnoi një heshtje. Unë, Syla, Selimi dhe Baca Hasan e shikuam njëri tjetrin të goditur si nga rrufeja. Kishim frikë se kjo nuk ishte vetëm grevë, kjo ishte rruga drejt vdekjes. Unë grita ngadalë në këmbë dhe me një zë të dridhur I thash: "O Hysén, a je në veti? Pa po don me vdeka?" Ai si zakonisht qeshi lehtë, qeshja njeriut që kishte bërë paqen me vdekjen. Po, tha, po vdes, por po vdes shqiptarisht. Nuk po du të vdes këtu në qeli, por atje. Dhe pa pritur përgjigje I ra asaj derës së hekurt, lajmëroi grevën dhe me kaq mbaroi. 3 burrat që ngritnin duart te koka dhe thonin me heshtje: "O Zot, ktheje Hysénin." 4 javë pa zë, heshtja që dëvriste, në atë dhomë që nuk ishte dhomë, 1 javë kaloi asnjë zë. Ishin ditë kur edhe gardianët e kishin frikë të na shikonin në sy. 3 javë, mendja na shkonte te varri I një heroi të pavarr, te humbja e një shoku që ishte oksigjeni I qelisë ku ne jetonim. Pas diku rreth 4 javësh, dera hekurt e dhomës u hap dhe dikush hyri ngadalë. Rregullori atje ishte se kur të hapët dera ne do ta kthenim shpinën dhe t'i lidhim duart mbrapa një nga një. Por në atë qetësi kur u mbyll ajo derë e hekurit, u kthyem dhe çka të shihnim. Hyséni u kthy e ne me lot e shikuam, ndërsa ai qeshi. Shkova për me vdek si hero e u ktheva me ju, vdekja tha nuk me don. Hyséni ishte I lodhur, por ishte ai I cili I bërte gjërat ndryshe. Madje edhe vdekjen, Hyséni nuk vdiq sepse historia kishte ende nevojë për të. Ai që shkoi për të shuar u kthye si dritë. Ai që I mbylli syt u zgjua me forcë. Ai që përqafoi vdekjen e u kthye I gjallë për Kosovën. Pse? Sepse historia kishte ende nevojë për të. Nevoja për të ishte më e madhe se vdekja. E shkruar dhe përjetuar nga shoku ynë I qelisë, Syl Muja ose Sak Muji. Lavdi e përjetshme për gjeneratën, për gigantin e madh të çështjes kombëtare, Hysén Gegaj. E unë, shoku ti I vujtjeve, shoku ti I burgut, sot kam nderin e veçantë, kam kënaqësinë e veçantë që këtu me mua ta kam djalin e Hysén Gegës, Ylberin, për të cilin I kam disa pyetje
Dhe përjetime që vetë emisionin e kam quajt kujtime për babain e tij. Ylber, mirë se erdhe në emisionin ton bashk me Sali Sefën, që është mburje dhe kënaqëri për mua që të kam këtu. Faleminderit i dashur doktor Sali Sefa, mirë se gjetëm, kënaqësi dhe privilegj veçantë të jem sot mes jush. Faleminderit shumë. Ylber, ti ke qenë fëmijë në atë kohë, kur është burgos Hyseni. A mund të më përshkruash diçka se si e ke përjetuar ti, çka ndin, sa e njeh, sa e din atë kohë tash? Po, doktor, ato kujtime apo përjetime, ma mirë me thonë, i kam shumë të freskëta në kokë. Ajo ka qenë nota e vitit rije 81, kur baba ka ardhur prej Gjermanie për vizitë, notën e vitit rije pas gjysmës natës, dikur në orët e hershme të mëngjesit, edhe u fut në shtëpinë tonë, u fut në mënyrë ilegale. Do të thotë në shtëpi vetë ka ardhur në mënyrë ilegale. Po, u fut kërkush përveç një gruas Axhës, tjerët nuk e kena vrejt, kërkush edhe na ka sut në e gruaja Axhës edhe i na qu, po thoj se për një kohë shumë të shkurt, nuk kena arrit as edhe më çmall krejt familja me ton, veç e kena një zhurmën e policisë dhe gjandarmerisë të ushtrisë në barë. Do më thonë, me drita, me zëdhonëse që kanë bërtit, Hysen Gega dërzohë se je në emër të popullit, je i arrestuar. A ke mujt me kuptu se fëmi, çka po ndodh? Pse milicia me marrë babën të? Të jemi sinqert në atë kohë si i ri që kam qenë jo. Të jemi sinqert, absolutisht jo. Absolutisht jo. Mirë, po e dishe që diçka jo për mirë, jo diçka fakt. Nuk kanë ardhur ata për të mirë në shtëpinë tuaj. Po, vetë fjala polici na bën kemi dije se diçka nuk është në rregull. Hyseni u dënu 11 vjet burg. Dhe atëherë më kujtohet, na shpjegonte profesor Muhamet Rugova, kur dënohet Hyseni, ai ja uron dënimin me 11 vjet burg. Ju pastaj, ai nuk qëndroi me kohë të shkurtër në burg, ai qëndroi shumë gjatë. Ju rritët, fillu të bëheni, të merrni burnin dhe keni vizituar shumë shpesh Hysenin në burg. Përjetimet e tua gjatë vizitës që i ke bërë dhe ku, në cilin burg? Doktor, unë zakonisht prej fëmijëve e kam vizituar mas shpeshti në burg të Nishit, në burgun famkes të Nishit, aty ku keni qenë edhe jo dhe shumë shokë jujt. Unë e muj me përshkru kështu në atë kohë sa herë që e kemi vizitu, a i ka qenë i boseshur. Disi ndoshta një ndjen për mua si fëmijë e jashtëzakonshme një njeri me qenë burg edhe me qenë aq i lumtur. Ajo duket që po e bën një punë diçka dhe ndjej i lumtur. Pastaj ma vonë e kom kuptu se jo që e ka bën ato për dëshirës, ma me dëshirë do të kishte ne ndoshta me fëmijën e vet, me gruan e vet, me prindë e vet, me familjarët e vet, se sa t'ishte në burg atje, por kjo më ka metë kështu në kujtesë se ai kur nuk e kemi po në mënyrë diçka të vrartë, gjithë ka qenë i lumtur, i boseshur. Edhe kur na ka kthy shpinën i boseshur, me kokën lart gjithmonë. A e keni ditur jo që të gjithë shokët që kemi qenë bashkë me të, kemi qenë 47, të gjithë kemi qenë shumë të lumtur me Hysenin? Po, se zakonisht familjet e të burgosëve politik janë enër me veti, edhe po, i kem shkëmby bisedat familjare, zakonisht po thoj se gjithë kanë qenë një rangut. Kur vinit në burg për ta vizituar, po, ishte normalisht që ishte kënaqësi që e vizitonit, po kur u donit? Si e ceka ma herët, ai gjithmonë i lumtur. Edhe kur na përshëndetke, edhe kur na kthejke shpinën, edhe kur e qitshin me qëllim në atë para asoj derës gjigante të hekurt, me duar lidhura, me shpinë nga ne, ai gjithmonë ishte i lumtur, i boseshur na kthejke shpinën. Kurse ne kuptohet si familje, si prind, si fëmijë,
koha e vizitës ka qenë shumë e limituar. Nuk mund me thonë tërsa, po shumë e shkurt, shumë e shkurt. Na u duke si flet disa sekonda. Në rastin që ta vizitosh Hysinin edhe në grila, do thotë ndami, jo më u përshëndet, po vetëm në grila? Po, kam pos një herë. Një herë e kam vizituar edhe në grila, vetëm me gishtring, kështu në ato ndonina, dhe që i preksh me dur me gishtring, kështu po, e kam vizituar. Dërsa ma shpjego se ka ndodhur që disa herë kanë ardhur familjarët për të vizituar të burgosurit dhe ata nuk kanë mund të vizitojnë. Pse? Fakt është, doktor, unë një herë kam qenë me një rast me gjyshrit e mi, të ndjerë, babën Qazim, edhe Lokën Zarifi, ata kërkun që thanë anulohet vizita se djalli juaj nuk po pranon me folë në gjuhën serbe. S'ka tha vizitët për ju, u kthym, edhe gjatë rrugës Lokja ndjera e cili atë boshqën, ko kishte bukën e ledhur edhe gjatën edhe janë. Lokja është nana e Lokja nana e Sinit, Lokja Zarifi, ka qenë shumë një grua fisnike, shumë një Lokja e denjë për në atë kohë. Edhe i qoftë jetë e saj. Faleminderit. Edhe janisi me hongër bukë. Bab Loki ndjeri, a ishte pak ndjenjat më të fortë, më i mërzitur, sa qysh për grua dhe me hongër bukë për mundësh. A i veç ju ka drejtu Lokja, kështu tha, orë të njeri, orë burë, tha po. Gjithmonë krytë lartë më lartë, çfarë djali kena lindë. Për këtë vend, se këta tha çështu dojnë neve, me na lënë pa bukë, e me na zhduk, e me vdekë dhe prej urisë. Kjo më ka meshtu si kujtim prej Lokës, që atë asoj vizite, që s'na ka lënë me vizitu. Kjo do me thonë shumë. Një grua burnesh, e cila edhe pse vjen për ta vizituar djalin e saj, edhe nuk arrin ta shef, edhe prap kthehet se ne do të jetojmë edhe për inatit të miqve tonë. Kjo është ajo porosia e saj. Doktora, diçka të më shtu, më kujtohet në qatë vizit, na i kanë dhënë edhe do rrobat babës me veti. Rrobat burgut që kishin qenë prej Gjakosëra. Kjo ka qenë, do më thonë, para se me cilë boshtë, nëse më ngatrova pa kërkoj ndjes, i ka po teshat Lokja edhe bablu, unë si kom po. Pastaj e kam kuptu, edhe do më thonë, pas që së ngjarë që i ka po teshat, ja ka nis Lokja me hongër bukë. Për shkak të emisionit dhe hapësirës tonë, po du tash edhe një pyetje të fundit ta bëj, të më përshkruajsh lirimin e Hysinit, kur është liruar nga burgu, si e keni prit, si kanë ardhur njerëzit për të vizituar, gjithçka që të kujtohet të asaj kohe. Doktor është liru prej burgut në vitin 90, në prill vitit 90, po për ne ka qenë një gëzim i papar për tërë familjen, për shokët, për miqt, mund të them lirisht edhe për krejt shoqërinë. A e pritni t'ju lirimin? Absolutisht jo, absolutisht një befasi e këndshme për ne si familje, edhe kanë vizitu lumej njerëzish për gjitha visëve shqiptare, pa dallim. Të thotë, ajo e bante ato më ndje tepër shumë i lumtur edhe për atë që kishte bën, për atë sakrificit që kishte bën, ndjehesh shumë i lumtur kur i po këtë gjithë ata njerëz duke vizitu. Ka qenë diçka jashtëzakonshme. Kujtohet një moment një doja e babës aty në vizit, pi thotë Hysen tha doj shoqërë që ki kry burgun, kjo kthejo familjes, kthejo fëmijëve, sinqerisht si fëmijë u gëzova, tash o zot, tash po tash ka më marrë me nes, po tash ka më marrë me këto çështje të tjera. Edhe e këvaj doja fjalën, kjo vice ka lëviz kryt, tha, dhe Arif, tha na punë t'i kemë gjys. E aty e kuptova që prapë do të vazhdon. Këtë fjalë të një njeriu, të një të burgosur që posa ka ardhur në atë lirin thojza, sepse ne të gjithë e kemi thënë se prej një burgu ma të vogël po shkojmë në një burg ma të madh, sepse të lirum ju. Por këtë fjalë ka thënë vetëm një njeri, sikur ai që ishte Hysini.
një njeri I rrallë, një njeri I veçantë që edhe Ylberi, edhe Rilinda, edhe të gjithë fëmijët tjerë, edhe të gjithë nipat edhe mesa tjera dhe gjithë shqiptarët do të jenë krenar me veprën dhe jetën e Hysen Gegës. Faleminderit Ylber, dhe unë po kthehna pak po ashtu të një vajzë e një të burgosurit me emrin Iliriana që në atë ku ishte kogjo I rrallë, por edhe që ka një histori të veçantë. Iliriana, mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën nderë të jem para juve, që kur nuk e ndalet punën me dekada, veproni edhe sot prapë për çështjen kombëtare. 200 vjet e kemi një jetë me vazhdu kështu edhe pastaj. Faleminderit shumë. Iliriana, si erdhi emri jot? Ta kanë shpjegu masanej? Po, faktikisht, baba im në atë kokër, unë kam linda I ka qenë I burgosur. Do të thotë emri vjen nga burgu? Emri vjen nga burgu. Jam e pagëzuar prapa grilave. Kështu që ai në atë kohë ishte në burg dhe shkojnë gjyshrit, I tregojnë se ke një vajzë dhe ai thotë unë e pagëzoj Iliriane dhe emrin u shkru në letër që mos ta harrojnë ata dhe kështu që më shumë krenari dhe përgjithësi e mbaj këtë emër. Ka ndohë, për takime kështu zyrtare që kemi pasë, ose aty shoh një profesor temin që unë shkoj, unë vetë ju prezentova, edhe më tha, nuk po të njo, thash ajo që më keni largu pi shkollës. Qika ati? Po, qika atina, se vazhdimisht mu më kanë akuzu si qika atina nuk ban me nejt me këto, so qika atina, ajo është I rrezikshëm, edhe ku do që më kanë thënë është qika ati. Do të thotë as emrin nuk kanë posë guxim t'ja përmendin. Asnjëherë, po edhe ata të mirë kanë thënë qika e këtij. Do me thënë qika ati, nëse diçka kanë po të mirë kanë thënë qika I Zetit. Edhe aty thamë që unë jam qika ati edhe më thotë pse thotë qa lypet I këtu. Kështu që u befasu. Nuk I ardhë mirë, po me një fakt mu me ardhë mirë që me ardhë pas shumë viteve, do me thonë me ardhë një moment që... Ilirian, janë organizuar shumë konferenca, simpoziume, ka studime për demonstratat historike të vitit 1981. Ka studius të veçantë, janë shkruar libra. Njëra nga konferencat ka qenë organizuar edhe në Stuttgart, të organizuar nga konzulli I atëhershëm I Merladrovci. A mendoni se duhet një studim I veçantë për fëmijët e ish të burgosurve politik që të shkruhet ndjenjat e tyre, përjetimet e tyre dhe gjithçka që kanë përjetuar ata të regjistrohet diku. Faktikisht në këtë konferencë që ishte jashtëzakonisht e qëllume, kishin fytyra eminente aty si Bajram Kosumi, doktor Bajram Kosumi e të tjerë, dhe pa qenë në program duke I dëgjuar rrëfimet e gjanat dhe aty posh vetën dhe ju drejtova, e mora lejen të flas dhe ju drejtova me këtë pyetje që sa është bërë dhe sa duhet bëhet për fëmijët e burgosnëve politik. Pavarësisht se ne jemi shumë krenar se ata na e trasun, na trasun këtë rrugë që dhe ne sot vim këtu e ti shprehim gjithë ato ndjenjat ato. Unë mendoj që nuk është bërë shumë për përjetimet e tyre, për vujtjet e tyre, tham vujtje, se si fëmijë nuk e qenë ndoshta aq I pjekun sa që ti përballosh lehtë ato. Kështu që ka shumë që nuk fare nuk është trajtu kjo temë. Unë e shoh që duhet dikush të baj një studim të mirën me ta, me traumat e tyre, se faktikisht thamë se është trauma, si që tha dhe Ylberi kthehet edhe nuk e viziton, nuk e sheh babën e tij.
në Burg, për këto ka qenë një traumë si për shumë të tjerë. Unë e përkrahi këtë ide tonën dhe mendoj se është shumë e qëllume, që duhet të bëhet. Ylberi e ceku një rast kur kanë shku në vizitë dhe nuk kanë dalë në vizitë dhe familja kur nuk kanë mendu tjetër në ato momente, por kanë mendu se mos i kanë mytë, mos nuk janë më gjallë. Ata kanë mendu vetëm atë çka e kanë dhije në ato momente. Kështu që edhe unë e përkrahi idenë dhe mendoj se studius, psikologë të ndryshëm duhet të mirën me këtë çështje. Për të vazhduar emisionin tonë, bashkë me Sali Sefën, e kam këtu edhe qërshin bitor, që është rilinda, që është mbesa e shoku tim, Hysen Gegajt, që është gjenerata e tretë për mu e Hysen Gegajt, që është lind jashtë atë dhejut, dhe unë nuk i drejtohen në gjuhën ku është lind ajo, po i drejtohen me gjuhën e bukur tonë shqipe, dhe i thëmë mirë se erdhe rilinda në emisionin tonë. Faleminderit shumë, doktor Sali Sefa, për ftesën. Kam shumë emocione sot, edhe kur po ndëgjoj babën dhe Ilirianën duke folur edhe juve, po më jep atë ndjenjë sikur më kanë pjesë asaj situate dhe shumë emocionuese për mua. Rilinda, unë të pash edhe në moderimin e tubimit që mbajt në Stuttgart dhe Tamura Lakmin, se si sa bukur flisje dhe sa bukur e mbane moderimin e asaj mramje. Apo më thu, si qika e Ylberit e mbesa e Hysenit, si e shes, si e ke pati gjyshin tonë, qka ke për të na thonë kujtimet e tua dhe a e ke ditë sa i madh është ka qenë gjyshi jëtë? Gjyshi për ne nipat të mbesat ka qenë gjysh shumë i dashtën. Thoja se një gjysh si që shkruen të tjerët në për libra, gjysh i prallave, sepse gjithmonë o sjell shumë mirë me neve, o kanë shumë i dashtën, na ka afru shumë, edhe ne me të vërtet e kem fatin, dhe me qëllim fatin që kemi pas mundësin ta njoftojmë, se ai ka qenë në burg edhe në luftë dhe ka mujt me vdek atje dhe ne nuk e kishme njoft kurrë. Ai gjithmonë rrethen të gjithçka për luftën, për kohën e burgut. Zakonisht kur ne fëmijët shkonim në Kosovë, po flas për veten dhe vllaznitë e mi. Të gjithë shkonin në mramje me flejt dhe ne deri në ora 3 ose 4 të mëngjesit vazhdonim të rrinim me gjyshet dhe na tregonte dhe rrethente gjithçka. Jemi rrit me atë frymëzimin për atë dhe dashurinë, na tregonte gjithçka për krejt trojet shqiptare, për historinë e kosovarëve, për historinë e shqiptarëve anë mban botës. Na kushtonte shumë kohë, kishte dëshirë që na të vizitonim shumë vende në Kosovë, në Shqipëri, prej se jemi të vëgjël. Dhe si fëmijë e kam ditë që gjyshi është një gjyshi veçantë, është një person i veçantë, po kuptuar që me kalimin e kohës duke rritur e kemi kuptuar më shumë se shka ka kontribuar edhe shumë veprimtarë të tjerë, sidomos kur dilshim në fëmijët atëherë me ta mushetit, duket që secili person ndal kemi fol. O bëtë si je, o bëtë si je, që atëherë ja kemi nisë me vrej që dishka kjo është një person ma i veçantë. Se të gjithë po e njofin. Po, të gjithë po e njofin, e thërshin njerës në telefon nuk e di ka as vetë, ndo njerë kush për thjerë. A ju thoshte që duhet të mësoni të lexoni? Po, pa tjetër. Edhe shumë shpesh në thoshte, incizoni shka për ju të regoj. Na tregonte për libra, na dhoke libra cilët mi lexu. Se dhe ajo ka njëri që ka lexu shumë. Shikues të nderuar, a dini pse po e bëj këtë pyetje? Hyseni nuk ishte ndonjë titull akademik. Ishte njëri me një shkollim jo të lartë, por Hyseni ishte njeriu që ka lexuar mbi 6.000 libra. Po jo vetëm që i ka lexuar, po dhe i ka studiuar.
Kështu që Hyseni kishte një diapazon të gjarë të dijes, sidomos në aspektin kombëtar. Kështu që e kemi pas edhe profesor Hasan Ukhaxhajn, kur shpesh herë tak kur Hyseni i thoshte Hasan që kjo është në këtë, edhe mbet shumë pa fjalë. Kështu që nuk e rastisht pse të pyeta, ajo thoshte me lexu, sepse Hyseni ka qenë njeriu i lexueshëm. Rilinda, si e ndinte veten si mbes e një veprimtarit madh të çështjes kombëtare? Unë mburëm shumë se gjyshe dhe jo jeni arsyeja pse ne e gëzojmë sot lirinë dhe ndoshta si apel nuk e di jam takon gjeneratës re, kisha bo që ti tregojnë fëmijëve tëre, sikur gjyshi jem dhe prindët tonë, që ku ka qenë Kosova dhe ku jemi tani dhe qysh ka qenë historia e Kosovës, se nuk u kanë gjithçka sikur ç'është është sot. Iliriana Ceku që bisedon me djemtë e saj dhe ju tregon, unë një herë i kisha djemtë vegjël dhe kur flas në një rast për burgun, djalin i thot nanës vet, jo mu direkt, i thot çka ka bo baba që e kanë shtinë burg, sepse ata kanë menduar që vetëm për punë të këqija. Ylber e përmendë një rast se gardiani kur ishte në vizitë, gardiani qëndronte te koka. Ai nuk ishte vetëm gardian, ai ishte edhe përkthyes. Ai çdo gjë që ju keni ful, çdo mimik që ju keni bërë, ai është mundu që ta transmetoj të organet e veta të larta. Kështu që ata aty nuk kanë ardhur që na kanë dashur, por kanë ardhur me na pengu, mos me u çmall me fjalët e prindërve me të burgosurit. Ka raste kur një nanë e cila ishte asnjë ditë shkollë, nuk e kishte, por kishte mësuar që kur të vinte në vizitë, ju thoshte shokëve të burgut, o birë, atë grunin që e keni mjell ju veç po rritët, që neve na tregonte shumë çka në atë rast. Pikrisht, sikur se e tham prej asoj shkallës kur ti ke qenë fëmijë kur ke lind, dhe pastaj ngritja e anës kombëtare që ka sot, jemi krejt dikun tjetër dhe uroj që gjenerata e tretë, por edhe fëmijët e tanë ta gëzojnë këtë liri që është e ujitur prej fundit e në krye me gjak. Atëherë duhet ta ruajmë dhe ta mbrojmë deri në çdo. E tha një fjalë shumë të bukur Kudusi Lama në takimin e fundit. Ne nuk duhet me vdek ma për tokën tonë, por na duhet me ruaj tokën tonë. Ilirian, a ki diçka të shtojsh në këtë emision bashkë me mu? Kam shumë diçka të shtoj, po në fakt dua ta them që ndihem shumë krenar për punën e gjithë atyve bashkë veprimtarëve të babait, familjes time, gjithë atyve të burgosëve politik, se unë faktikisht me çtat burgosnit politik jam rrit me emrat e tyre, me punën e tyre, me sakrificën e tyre, dhe i kam si pikë dopt, edhe kur filloj piq aty, pet burgosnëve politik, që nuk janë ola asnjëherë veprumi deri te lufta. Po ti po du pak me relaksu pak. Po ti pak e kishe familjen tonë që ishte përndjekur në 4 anët, po shkove u martove në familjen më emblematike të Kosovës, që ishte edhe 2 fish më e përndjekur, familja Ladrovci. A më thu për pak diçka për fëmijën edhe gjevën? 2 fjalë. Fëmijën e kam si emër, e kam njohur përmes xhaxhait të Besimit që kanë qenë në përburgjet e ish Jugosllavisë bashkë. Dhe kam pas fatin ta takoj
edhe të rri një njeri shumë i mirë, shumë me humor, shumë largpams. Gjithashtu edhe me Xheven kam nejt më pak, këtu kanë qenë demonstrata që unë bojshin, bën edhe ata si çdo herë aktivista, ka nejt në atë kohë aty të na. Qa thësh vishti marrë shembull, edhe nuk ngihesh ti dëgjoje ka flisnin për çështjen kombëtare, për patriotizmin, për gjitha ato. Njerëz shembull. Këtë deshta ta them se ti i thurë një lavdat të gjithë veprimtarëve të çështjes kombëtare, të burgosërve politik, që në fund u kurorëzua me ushtrinë e lavdishme qërimtare të Kosovës, që i përkulimi edhe sot, edhe nesër, edhe për jetë. Kështu që po kërkoj edhe nga Olberi një fjalë të fundit. Doktor, faleminderit më që jemi bërë se sa herë që flitet për një burgosë politik, unë mendoj në atë konceptin që përfshin gjithë burgosët politik. Jeni një epokë e veçantë e historisë tonë, ndoshta historia më lavdishme, historia më lavdishme e popullit shqiptar e shekullit fundit, duke pasuar me ushtrinë çlimtare të Kosovës dhe me komandantin legjendar Adem Jasharin. Nderime e respekt për jetën më të gjithë. Faleminderit shumë për këtë. Unë mendoj se ne kemi pas fatin të takojmë asaj gjenerate dhe jemi mundu pak një pikë me qitë, një pikë në deti për ditën që jemi sot. Jemi të fundi emisionit dhe kisha pas dëshirë që për mbylljen e këtij emisioni, për të parë edhe në emisionet të tjera, ta bëj Rilinda Gegaj. Doktor, po, kemi një befasit vogël për ju nga Instituti i Kujtesës Kombëtare Shqiptare në Stuttgart. Për mu? Për ju, një mirënjohje, po shfrytëzoj rastin këtu publikisht, që u dhëroj. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. E los regjin që kamerat të ofroj këtë pamje. Faleminderit shumë. Knatësi. Kjo është për mu. Faleminderit. Para do kohë takoj vajzën e një shokut tonë të Burgut, që ishim në Burgun e Nishit. Nuk e kisha ditë dhe kur më treguan se është vajza e Gursel Sulejmanit, unë nuk munda të përballohem dhe fillova të qaj. Ishte në ambasadën e Republikës Kosovës në Bern. Fati i mirë që edhe Olberin edhe Rilindjen e kam takuar para disa ditësh, sepse po më duket se ne shokët kemi fillu pak me u lindë. Dhe kur ta takoj unë shokun, djalin e shokut tim të ngushtë, që kemi nda kafshatën e Gojës bashkë, që kur na ka ardhë në vizit një pite për bashkët, e kemi hangër 27 veta, edhe gjithmonë ka tepruar një pjesë. Jo pse ishim të ngirë ose pse ishim plot, por nga frika e lenin, nga frika se mos ai është i uritur ose ai i uritur dhe për atë arsye të prënte. Më falni për këtë emocion, por vërtet falenderoj shumë, e falenderoj Institutin e Kujtesës Kombëtare Shqiptare në Stuttgart për këtë mirënjohje që për mua është shumë e vlefshme. Sidomos kur e shoh këtë fotografi dhe amanetin e tina që e kalon për gjenerata. Atëre fjale e juaj për mbylljen e emisionit. Po. Doktor Salisifa, faleminderit shumë për ftesën dhe ne ju përgëzojmë për programin tuaj.
Jo dhe gjithë tjerë veprimtarë të qytetit kombëtar, jeni shtylla e jonë, frymëzimi jonë dhe ju falenderoj shumë dhe suksese në të ardhmen dhe të dashur shikues dhe bashkëdhetar, ju urojmë gjitha të mirat dhe ju urojmë festat e fundvitit. Për fund të emisionit, kisha dashur nga rilindja që të na thot diçka të veçantë që ka përmeshtu diçka që i kalon gjyshi. A mundesh? Po, patjetër. Ne si fëmijë që jemi rrit në Gjermani dhe që jetonim në Gjermani, komunikonim shumë shpesh me gjyshin, dhe ai na thirrte neve shumë shpesh në telefon. Dhe një natë i thash, o gjysh, po lexoj bash ashtu fiks që shka qenë. Thash, faleminderit shumë që po të bjen nërmen me më thirr ose me më shkru. Natën e mirë të fola gjumë të ëmbël, unë i shkrujta. Dhe ma kthej aj. Oj lind, po pse po më falenderon moj bi, po unë të kam besë. Besa e nipjen më të dashur se fëmijët. Uroj nga thellësia e zemrës që të plakësh me kohën, jo para kohë, e të kesh nipër dhe mbesa e të kujtohen fjalët e mia. Nuk ta fali që më shtine me kajt, natën e mirë. Ky ka qenë mesazhi i gjyshit. A s'me thuni shikues të nderuar se këto fjalë vinë dhe burojnë nga zemra i një njeriu të madh. Një njeriu që e don aq shumë, e deshti vendin, e deshti popullin e tij dhe i deshti pasardhësit e tij. Ky ishte Hysén Gegaj. Falënderës dhe mirupafshim në emisionet e radhës. Kjo ishte e tëra.